Po ju e dini që kryeparlamentari i takon koalicionit fitues, prandaj unë shumë po shpresoj që sot do të zhbllokohet gjendja në kuvend, edhe thirrja është partive opozitare që të respektojnë rregullat demokratike edhe ta votojnë kryetaren e kuvendit, e cila nuk ka si tjetë ndryshe përveç nga koalicioni fitues, pra nga koalicioni i Partisë Guxo me lëvizjen vetëvendosje edhe me Partinë Alternativa. Ky është plani. Kur të hymë në sallë do ta shihni rezultatin. Nuk mendoj që është rruga vendi ku duhen diskutuar këto gjëra. Mendoj që për pak minuta fillon seanca, edhe aty do ta shihni ka s'ka. A do të ecim sot përpara apo do të vazhdojmë blokada si këto? Është gjëja më normale që pas fitores në zgjedhje dhe pas kapërcimit të një blokade fillestare të vazhdoj puna. Nuk shoh asnjë logjik, nuk shoh asnjë sens në bllokimin e punimeve të kuvendit. Dihet vota për qeverinë do duhet të ishte ajo tema politike. Ne ende jemi tek pjesa fillestare të konstituimi i kuvendit, as kujt, as pozitës, por as opozitës nuk i kontribon një bllokim i punimeve në këtë moment. Prandaj shumë po shpresoj që ditët e pushimit ka të kenë ndikuar që opozitat ketë ardhur sot me qëllim të zhbllokimit të punës.